Përshëndetje të nderuar shikues të DTV Medias, mirë se po takohemi edhe sonte. Fillimisht do t'ju le të njihni me titujt kryesor që kanë karakterizuar ditën e sotme për të kthyer në studio me musafirët. Deputeti i Aleancës për Armërinë e Kosovës Timi Kadria ka deklaruar se të hënën do të adresohen gjykatës kushtetuese, pasi si opsion po konsiderohet se lëvizja vetëvendosje bashkë me alternativën dhe guxo kanë bërë shkelje ligjore dhe kushtetuese. Ajo pas dështimit të seancës 13 konstituive të Kuvendit të Kosovës ka thënë se AK bashkë me deputetët e LDK-s dhe PDK-s po e konsiderojnë se kalimi nga votimi i hapur në të fshehtë në mes të procesit të votimit është shkelje ligjore dhe kushtetuese. Për shkak të ndryshimit në mes të zgjedhjeve të formës së votimit nga votimi i hapur në votim të fshehur, ne kemi mbledhur në nënshkrimet do t'i adresohem gjykatës kushtetuese për këtë shkelje ligjore dhe për këtë shkelje kushtetuese dhe të hënën ne do e dorëzojmë në gjykatën kushtetuese këtë shkelje që po bëhet, sepse edhe pse e kanë shumicën nuk bën të luhet me Kuvendin e Kosovës, me tempullin e demokracisë në këtë formë, të luhet edhe me gazetarët, po edhe me qytetarët e Kosovës, e kanë sipas saj tani kanë 10 nënshkrime dhe do të dërgohen të hënën. Aja ka komentuar edhe ftesën e presidentes Vjosa Osmani, të cilës tha se do t'i përgjigjet si AK. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdigjiku tha se propozimi i partisë së tij për një qeveri tranzicionale mund të mos jetë më i miri sipas tij, por është i vetmi realist në Republikën e Kosovës, pasi që për të 13-ën herë radhazi të shtoi konstituimi i kuvendit. Kreu i Lidhjes Demokratike të Kosovës tha se është e rëndësishme të ketë gjithëpërfshirje. Mbi të gjitha, çështja thelbësore është substanca e takimit, për çka po takohemi, apo takohemi për të dhënë zgjidhje apo po takohemi për të vazhduar këtë cirk që po ndodh tani, tha Abdigjiku. Ai theksoi se askush nuk e ka shumicën në kuvend, meqense se askush nuk e ka shumicën dhe nuk mund të bëj shumicën, të ulemi të gjithë së bashku dhe të gjejmë një zgjidhje. Ne kemi dhënë një propozim. Ky propozim mund të mos jetë më i miri, por është i vetmi realist sot në Republikën e Kosovës. Nëse partitë nuk e dojnë një propozim të tillë, le të vazhdojnë të mbledhen me kështu 4 tetor e tallemi me qytetarët e Kosovës. Ai tha se askush nuk duhet të flasë për votat e LDK-s. Është mirë që askush mos flas për votat e LDK-s. Por këtë ta kemi qartë. Kushdo që e propozime dhe pranë atyre propozimeve ka votat e LDK-s, pa zërin dhe arsyeën e LDK-s, pa vendimin e LDK-s, është duke bërë një mashtrim publik. Askush në Kosovë sot nuk e ka shumicën. Kjo është e vërteta. Prandaj kemi dalë me propozim të hapur, ftesë të hapur partive politike, që të kenë rezon, të ulemi dhe të kapërcejmë këtë gjendje, nëse janë gatshëm të jemi, nëse nuk janë gatshëm, do të vazhdojmë. Ai tha se LDK-ja nuk e ka breng protagonizmin dhe sipas tij iniciativë mund të marrë edhe dikush tjetër. Ne kemi dhënë një propozim. Ky propozim mund të mos jetë më i miri, por është i vetmi realist sot në Republikën e Kosovës. Nëse partitë nuk e dojnë një propozim të tillë, le të vazhdojnë të mbledhen me kështu 4 tetor e tallemi me qytetarët e Kosovës. Deputetët dështuan të premten e 9 majit për 13-ën herë radhëzin në konstituimin e legjislaturës së 9. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Memili Krasniqi tha se do të shërtojmë kërkesën e Aleancës për Armërinë e Kosovës për të dërguar së bashku kërkesa në gjykatën kushtetuese për të përvlerësimin e kushtetueshmërisë për vendime të marrura në seancën konstituive. Para vazhdimit të seancës, Haradinaj tha se do të dërgohet në gjykatën kushtetuese për vlerësim të vendimeve të Kuvendit të Kosovës dhe situatën që është krijuar. Krasniqi theksoi se po bën 3 muaj prej kur verdikti qytetarit ton është duke u dhunuar. Për këtë ai ka kërkuar nga vetëvendosja të ndërrojë emrin e kandidatës për krye kuvendare. Qytetarëve të vendit ton është duke u dhunuar nga qasja imponuese e lëvizjes vetëvendosje, e cila erdhi dhe sot për të 13-ën herë këtu në Kuvendin e Kosovës dhe pamundsoi konstituimin e Kuvendit të Republikës. Vërtet është vështirë që të gjindem fjalë për ta shpjeguar këtë situatë që është bërë tragjikomike, por unë edhe njëherë në emrin e Partisë Demokratike të Kosovës e shpreh vullnetin ton të konfirmuar sa herë për insistimin që të dalim nga blokada cilën na ka sjell partia e parë
edhe të zgjedhim kryesinë e kuvendit, duke përfshirë kryetarin e kuvendit, përmes propozimit të një kandidati apo kandidateje që vërtet e merr shumicën e votave. Ne do të jemi këtu edhe pas nesër, do të jemi sa herë që ta kemi obligim, por normalisht që do ta kemi qëndrimin e njëjtë që ka nevojë për diskutim, ka nevojë për një rrugdalje. E rrugdalja është e qartë që duhet ndrohet kandidati. Duke folur për kreun e AK-s, Krasniqi tha se do të shqyrtojmë pa paragjykim dhe do të marrim mendim të ekspertëve të PDK-s. Nuk e kam po ende lëndën, sapo u njoftova, ju dini që për sa i përket dërgimit të rasteve të caktuara në gjykatën kushtetuese, Partia Demokratike vetëm gjatë mandatit të ish qeverisë Kurti kemi dërguar 11 dhe kemi fituar 11, por kemi ekspertizën e duhur për me i vlerësu. A duhet me u dërgu diçka, do ta shqyrtojmë pa paragjykim dhe do të marrë mendimin e ekspertëve të PDK-s, pastaj do të komunikoj edhe me kolegët edhe nga AK-ja. Përveç kësaj, Krasniqi tha se nëse ftohet për takim nga presidentja, PDK do t'i përgjigjet pozitivisht kësaj here. Dhe kurdo që presidentja përmes mandatit saj edhe kushtetues edhe ligjor, dhe realisht mandatit vetëm legjitim që ka tash, se ne s'kemi as kryeministër, as kryetar kuvendi, ka mbetë vetëm presidentja nga krerët e shtetit. Unë besoj që do t'i përgjigjemi një kërkesë të tillë, kështu që nuk më takon mua që t'ja caktoj apo t'ja përcaktoj datën, sa më herët aq më mirë, sepse ne kemi mbetur në një ngërç vërtet të tepruar tashmë. Deputetët sërish kanë tentuar të konstituojnë kuvendin e Kosovës, megjithatë edhe për të 13 herë kanë dështuar. Kryesuesi i seancës Avni Dehari nga Lëvizja Vetëvendosje kërkoi sërish votim të fshehtë. Për votuan 56 dhe 1 kundër. Seanca u ndërprej pasi nuk ishte korum. Seanca e radhës do të mbahet me 11 maj në orën 10. Lidhja Demokratike e Kosovës të hënën në zyren e rregullatorit të energjisë do të dorëzojë kërkesë me nënshkrim nga deputetët e Kuvendit të Kosovës për anulimin e vendimit të shtrejtimit të energjisë elektrike për 16.1%, si dhe anulimin e vendimeve të tjera për detyrim 1300 kompanive për të dalë në treg të hapur. Kështu ka deklaruar deputetja Lidhjes Demokratike të Kosovës Hykmete Bajrami pas dështimit të konstituimit të Kuvendit të Kosovës. Lidhur me ngërshim politik, Bajrami propozoi se nëse vendi shkon në zgjedhje, flet votimi duhet të ketë 2 opsione, Kosova dhe Albulena Haxhiu. Para gazetarve, deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës tha se çdo 48 orë. Deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës tha se çdo 48 herë dhe çdo 48 orë nuk do ta ndryshojnë votën e LDK-s për votim të fshehtë. Ajo tha se në seancën e sotme konstituive mblodhi disa nënshkrime për kërkesë për anulimin e 2 vendime të zërejës. Disa kompani kanë marrë oferta nga kompanitë private me çmim 260% më të shtrenjtë. Ai mundet me naftu edhe 48 herë, çdo 48 orë, po si Lidhje Demokratike e Kosovës nuk kemi vota për ndryshimin e mënyrës së votimit. Ai që sot kemi mbledhur nënshkrimet e disa deputetëve, të cilat do të vazhdojmë t'i marrim disa prej tyre, sepse edhe koha ishte shumë e shkurtër në seancë plenare. Si deputet nënshkrues do të kërkojmë të hanën, do e dorëzojmë një kërkesë të zyra e rregullatorit të energjisë për anulimin e 2 vendimeve. Anulimin e vendimit për të hyrat maksimale të lejuara për operatorët e energjisë elektrike, e cila ka rezultuar në ngritjen e çmimit të energjisë elektrike në 16.1%, në mënyrë që të parandalojmë një valë të re të inflacionit dhe gjithashtu vendimin tjetër për detyrimin e 1300 kompanive për dalë në tregun e hapur, kinse në tregun e hapur, në tregun e lirë, në tregun konkurrues, i cili më lejoni t'ju informoj që nuk ekziston në Republikën e Kosovës. Po është e vërtet janë 19 operator të licencuar për tregtim me energji nga zyra e rregullatorit të energjisë, por nga ajo që jemi informuar nga shoqata e prodhuesve, rreth 200 kompani, të cilat kanë kërkuar të marrin, disa prej tyre kanë kërkuar të marrin oferta për furnizim me energji elektrike pas datës 1 qershor,
ata kanë marrë një ofertë të vetme. Dhe a dini prej kujt? Prej Keskos, prej operatorit prej të cilit ata aktualisht furnizohen. Bajrami tha se për nënshkrimet kësaj here u refuzuan nga deputetët e lëvizjes vetëvendosje, por jo nga ata të PDK-s, AK-s dhe Nismës. Deputetja e LDK-s Hikmete Bajrami tha se nëse vendoset të shkohet në zgjedhje, fletvotimi duhet të jetë Kosova apo Albulena. U kthejmë në studio për të diskutuar për çështjet që kanë të bëjnë me politike, pa kaluar edhe ato ekonomike në vend. Me mua në studio është zotëri Jakub Bellaqa. Faleminderit shumë që pranuat që t'jeni pjesë e Infodes. Ndërkaq në anën time të Majt është Visar Dili. Faleminderit shumë Visar që erdhe në Infode. Faleminderit për ftesën. Neve kemi pa që kohët të fundit ka qenë shumë aktuale çështja e rritjes së çmimit të energjisë elektrike. Pra patëm edhe sot edhe një dështim në kuvendin e Kosovës të gjitha këto çështje të cilat kanë metur pezull për shkak të mos konstituimit të kuvendit të Kosovës, çështje që nuk ke askujt t'i adresohesh për këto problematika të cilët qytetarët e vendit ankojnë çdo ditë. Inderum, çush e ke pa juve të gjithë këtë blokadë që po bëhet sa i përket mos funksionimit të kuvendit të Kosovës? Përshëndetje për avdesin e juaj, faleminderit për mundësinë. Kjo është në aspektin ekonomik, faktikisht e krijon një barë shtesë, sepse edhe ashtu kështu është faktikisht për çdo ditë inflacioni, krahun tjetër të çmimet, që rëndon jetën e qytetarëve, sidomos kategorive të ulta, domethënë në tyra të ulta, kategori sociale, pensionare, gjithashtu punësorë në sektorin privat dhe sektorin publik. Mirë, po kjo është thjesht një imazh negativ, sepse nuk, për shkak të vonesës, ne nuk e kemi luksin që të mos formohen institucionet e Kosovës, faktikisht edhe para zgjedhjeve dhe mas zgjedhjeve që 13 ditë, vjet 16 ditë, edhe në aspektin ekonomik i ka dëmtuar çështjet ekonomike, si në aspektin e jashtëm, për shembull, që investitorët e jashtëm të investojnë në Kosovë, sepse që investitorët e jashtëm dojnë stabilitet politik dhe stabilitet ekonomik, që edhe dëshirojnë që të sundoj ligje faktikisht edhe krijohet sepse çështjet politike me çështjet ekonomike dhe të sigurisë janë të ndërlidhur në këtë aspekt, këta nuk janë të aftë që ta formojnë institucionet edhe nuk kanë seriozitetin e duhur që të formojnë institucionet në mënyrë që të funksionojnë edhe të investojnë në aspektin afat mesme dhe afat gjatë dhe dëmtojnë çështjet ekonomike, jetën e qytetarëve ashtu është shumë e rënduar të jetë e qytetarët, kuptojmë shumë është e rënduar sepse çmimet janë duke fluturuar për çdo ditë, ndërsa pagat janë qoftë sektorin privat, qoftë sektorin publik kanë disa vite ngritën, edhe ngritja është shumë simbolike, duke marrë parasysh parametrat ekonomik që ne jemi me një ekonomi me bruto produkt mbi 10 miliardë, domethënë në vit, edhe bruto produktin e kemi ende më të vogël në Ballkan edhe në Evropë, gjithashtu pagën minimale e kemi 350 euro më të vogël në Ballkan edhe në Evropë, kështu që faktikisht këto ngesje dhe proceset ekonomike në vend se të ketë një agjendë ekonomike shtetërore, qoftë pozitë, qoftë opozitë, që si ta ndërtojnë ekonominë të ecë përpara dhe të morën masën kundra inflacionit, kundra çmimeve, unë sipas literaturës më të avancuar ekonomike, një qeveri është e suksesshme nëse e lufton inflacionin dhe papunësinë. Domethënë dy krahët elementare. Në teknikë ka nevojë që të ndryshojnë politikat makroekonomike, politikat monetare, fiskale. Gjitha aspektet do të zhvillohen me siguri. Tash me rritjen e çmimit të rrymës, besoj që çështja e papunësisë do të jetë edhe më aktuale në vendin tonë, për shkak se shumë biznese nuk do të munden që të marrin punëtorët e vet për shkak të këtyre kostave të cilat shtajtohen automatikisht edhe me rritje të çmimit të energjisë elektrike. Zoti Dili, patëm edhe një dështim të seancës së Kuvendit të Kosovës, pra si po shihni ku do të jetë fundi i kësaj 15 minutëshit pauzë të cilët po e kemi çdo ditë. Diçka e pritshme, nuk është se s'ishte e pritshme, pra kishim gjatë ditës së djeshme deklarimet nga dy anë, thëmë kështu, pozita e kalume dhe opozita. Fundi
Besoj që Albin Kurti veç se ka vendosë që të shkojnë në zgjedhje, mirë po jo tash. Frika ime personale është ai të shkojnë në zgjedhje ose tenton të shtyjë zgjedhjet për verë, në kohën kur do të ketë edhe pushime masive nga diaspora jonë dhe që pretendon një farë mënyre të arrit numrin e votës. Po shpresoj shumë që brenda këtyne ditëve të ardhshme ambasadat ose ndërkombëtarët të merren pak më shumë me neve ose të kenë një seriozitet më të madh. A besoni që neve nuk do të kemi mundësinë po flitet çarçeve që pa ndërhyrje të ambasadave? Na përgjithsisht kemi një demokraci të brisht. Në një demokraci të brisht, e cila vjen si pasojë jo vetëm politikës tashme, po dhe të kalumës, pra dhe gjurmët e të kalumës na japin këtë farë brishtësie shumë të madhe në demokracinë që na e kemi. Pra të na opozita nuk shihet si një instrument parsor ose kryesor i demokracisë, po vetëm si pengesë. Mas ne i shohim qytetarin që është vetëm për votë dhe absolut nuk merr pjesë në vendimarrjen e shtetit. Vetë i marr parasysh krejt këto dhe bllokimin që po ndodh tash, besoj që pa ndërhyrjen e ndërkombëtarëve kjo krizë nuk do të kalon. Edhe pse kemi çarçeve që flitet për një koalicion të mundshëm PDK vetvendosje, po kjo është vetëm sa për ta shpilojën po më duket. Domethënë një pjesë e madhe e gjithë kësajna është vetëm sa për desinformim ose një farë mënyre që ata janë deklaruar visar që asnjëri prej tyre nuk do të shkojnë në koalicion me njëra tjetrën. Dje ishin disa informacione, po dhe sot gjatë ditës dëgjojmë disa informacione që janë dikon rreth 3 ose 4 deputet nga PDK-ja që janë afruar me lëvizjen vetvendosi. Tash, nëse kemi 3-4 deputet që afrohen, nuk besoj që ata afrohen në aspektin individual, po kjo shkon edhe në baza partijake. Po shpresojmë që të kemi një reflektim, edhe një koalicion PDK vetvendosi nuk do t'i bën të keq vendit, do t'ishte shumë i mirë, pasi që me një koalicion tillë e para lista serbe do t'ishte komplet jashtë sistemit, edhe që është një e mirë për Kosovën. Edhe e dyta, besoj që brenda këtij koalicioni do të ishin votat edhe për president, pra nuk do të kishim zgjedhje qysh vitin tjetër. Mirë, po gjithë kjo në buj për të shkuar në votim me votat e fshehta, besoni që kjo është arsyeja se afrimet e këtyre deputetëve do të mundin me i kalu edhe këto situata, meqense nismen vetë se e kanë krah lëvizja vetvendosje. Sot e patëm një deklarim të Fatmi Limajt që një farë mënyrë ishte kundër një procesi të ri zgjedhor, sa i përket votimit fshehtë nuk besoj që ligjërisht mundet mu leju, pasi që kushtetuta thot që nëse ai ka fillu në mënyrë të hapur, do të vazhdojnë në mënyrë hapur dhe procedurat nuk mund të ndryshohen. Arsye pse vetvendosja është ndalë të procedura është vetëm për shkak që nuk i ka numrat. Po afrimi këtyre deputetëve, siç thash më herët, ka të bëjë komplet me koalicionin dhe jo me aspektin individual. Dhe nuk besoj që Albin Kurti futet në ujëra të trazume me 61-62 deputet. Pra nuk besoj që Albin Kurti do të futet në një qeverisje, se sikur ta kishte për një me ai këto numra do të mund t'i realizonte qysh para 2-3 muajve, pra qysh në momentin kur u certifikon zgjedhjet. Ndërrum ka ana ekonomike, ti the edhe një herë që këto vanesa kanë qua dhe më shumë në boslok edhe më të mëdhaj, mi po duke ditur se edhe fondet e Bashkimit Evropian kanë mbetur të stopune për shkak të këtij kuvendit. Çka mujna me pas dëme tjera për kësaj qeverie që nuk po formohet? është dëm që nuk po formohet, duhet të krijohen institucion sa më shpejt për hir të popullit, sepse ata populli ka zgjedh. Ata nuk duhet të mendojnë që janë deputet të popullit, nuk janë deputet një partie apo një shefi të caktuar. Duhet me reflektu. Ne jemi shoqëri edhe shteti më i ri në Evropë, edhe bashkësia ndërkombëtare, qoftë duke i falendëruar Amerikës edhe Bashkimit Evropian, që ne ka mbështet në themelimin e shtetit dhe shtetëndërtimin e Kosovës, andaj ne duhet të jemi më të mençur si shoqëri, si shtet o fjala për përfaqësues të popullit, deputet, edhe të themelojnë institucionet për shkak të marrë besimin sa më shpejt që mos varfënohet Kosova më shumë.
në aspektin ekonomik, sepse është duke vrashnuar për çdo ditë më shumë. Për këto 4 vjet ç'është kemi përformuar? Tek ne nuk është bërë sa duhet më bërë për çështjet ekonomike, ka qenë dashur më shumë, edhe pse ka pas disa lëvizje të vogla, pagës minimale, mirë, po paga minimale do duhet të ishte 500 euro. Unë jam idhëtar dhe mendoj që duhet, sipas logjikës ekonomike, që do duhet të jetë sipas rajonit. Jo 350 euro, por do duhet 500 euro të jetë paga minimale, që asnjë pagesë në 500 euro, qoftë penzion, qoftë kategorive sociale, në gjitha aspektet, nuk duhet të jetë. Ajo është minimumi i minimumit të ekzistencës së qytetarëve, sepse nëse ka 120 euro, edhe ka 120 euro, 100 euro shkojnë për rrymë faktikisht me 20 euro. Ne jemi në shekullin 21. Tash nuk është koha që nuk ka buxhet mjaftueshëm. Kosova ka buxhet mjaftueshëm me rrit pagat, me rrit pensionet, me kategoritë sociale, me investimet kapitale, faktikisht e mirë realizuar. Ekonomia zhvillohet nëse mbështetet biznesi, sektori privat. Nëse mbështetet, duhet të ketë politika më favorizuese për me biznese, sepse ajo është arteri e zhvillimit ekonomik. Bizneset private krijojnë tyra për individ, për familje, gjithashtu edhe për shtetin. Do duhet me politika të avancuara, për shembull politika tatimore, duhet të krijojnë ambient më të përshtatshëm bëhet biznes, politika tatimore për shembull të veshon për produktet elementare bazike jo 18%, por do duhet për shembull 5%. Do duhet e lehtëson jetën e qytetarëve, gjithashtu do duhet të veshon jo vetë edhe në kufi, edhe në brenda Kosovës, domethënë konsumatori i fundit që e pagun jo 2 herë të vilet të veshoja vilet zakonisht që e pagun konsumatori i fundit dhe shkon në arkën e shtetit. Mirë po do duhet vetëm një herë, për shembull çdo parti politike në slogane ka në gjatë fushatës që ka me reforma fiskale, reforma monetare, pastaj por praktik momentin kur përmorën pushtetin fare nuk ka mirë me këto, edhe jeta ekonomike qytetare vetëm po vështirësohet për çdo ditë më shumë, 33 për çdo ditë po ikin nga Kosova për çështje ekonomike, më shumë se sa për çështje politike. Kjo është 24-5 vite pas luftës, është fatkeqësi në këtë rast me ikë për çështje ekonomike, sepse ne jemi shteti është themelui i Kosovës, shteti duhet bëjë më shumë për shoqërinë, për shtetin. Gjithashtu duhet të kemi politika ekonomike, qoftë për biznesin, por qoftë për shoqërinë, edhe me ligjet mira, në thënë tregos makroekonomik duhet ndryshohet gjitha aspektet. Pastaj gjithashtu politikat monetare, faktikisht jo për shembull interesi i bankëve mesatar 6.2% sa është vjetor, është më i lartë në rajon. Kreditët do duhet të jepen për bizneset, që të zhvillojnë bizneset, jo bankat komerciale përfitojnë më shumë se sa bizneset. Domethënë edhe më shumë kreditin të theksuar, kredit konsumuese. Ne kemi pa bankën e një që funksionon në Europë. Pse mirën kredit konsumuese, sepse janë duke mbijetuar prej muajit muaj për me mbijetesë, nuk mirën kredit konsumuese për diçka tjetër. Nëse do të kish më shumë kredi për investime, për shembull për biznese, për themelin biznese, për zhvillim biznesit, atëherë do të kishte mbështetje. Gjithashtu mos të harroj të cekë, duhet produktet duhet ketë prodhim më shumë. Në Kosovë prodhuesit duhet të subvencionojnë, për shembull po marrim si shembull nëse 18 cent e shet për shembull litër me qumshtit, shteti do duhet të subvencionojë për shembull me 25 cent ose diferencën do të subvencionojë që ta stimuloj prodhimin e brendshëm, pas ta stimuloj eksportin. Do stimulohet prodhimi i brendshëm, gjithashtu do duhet të mbështeten edhe të mbrohen prodhimet e brendshëm nga të jashtmet produktet të cilat hinë nga shtetet fëqinjet. Ato hinë shtetet fëqinjen në tregun e Kosovës, sepse ato shtetet sektuar i subvencionojnë, i mbështesin. Ne nuk është mbështetje ekonomike, sa do të me qenë për prodhuesit për ekonominë. Ne do të aspirojmë që të jemi ekonomi konkurruese, qoftë në prodhim, qoftë në shërbim. Gjithashtu është fat Kosovë, për shembull, që është jemi anëtarë të CEFTA-s, mirë, po edhe mesaroret të cilat është nënshkruar, gjithashtu edhe për procesin e Berlin, mirë, por ne duhet të jemi me drejtat barabata, duhet të aspirojmë të integrohem me ekonomitë të rajonit, duhet të jetë ekonomia zhvillohet vetëm nëse hapet, nëse sipas parashikimit të Fondit Monetar Ndërkombëtar,
nëse ekonomia Kosovës, ekonomia Ballkanit, nëse integrohet njëra me tjetrën, diku 2.6% do të ishte përfitimi apo rritja ekonomike, por nëse integrohet në nivel evropian, diku 6.8% do të ketë rritje ekonomike. Unë kam qenë edhëtar, jam edhëtar që mendoj që 3.8%, 4% që 24-5 vite që ka shku parafërsisht në mesatare, është ajo bruto me kthyer neto 2%. Unë në të më tregon një familje, apo një individ që është duke shëjuar që atë rritje ekonomike për 4%. Në të më tregon kisha pas dëshirë me ditë kështu kisha qetë një kafe, kështu misësisht, po të... Po tash nuk i llogaria s'kafe me qitë, se ka dalë 2 euro. E vërtet, është fatkesi, është kjo, faktikisht edhe për si për cek 2 euro mirë, po faktikisht këtu edhe me procesu një kafe për aparate, po mekanizme shumë 30 sekonda nuk shpenzon rrim 16%. Disi llogaritet për shembull, faktikisht nëse aplikohet për shembull përqindje, shpenzimet fikse plus shpenzimet variabile në total plus 16% për shembull. Jo për një produkt caktuar, sepse nuk shpenzon 16%. Kjo është fal që s'ka mbikëqyrje apo jo? S'ka mbikëqyrje, abuzim është. Po ma shumë se abuzim është në shumë raste, po thëmë kjo është mashtrim. Mashtru popën. Hajde le kjo për çmimet e energjisë elektrike, po 25 euro kilogrami qershis. Është goxha shumë. Ka më shku edhe më tutje migrimi, rritja e njerëzve që kanë me dalë jashtë Kosovës, të pakit politik që është të shku veç në mënyrë jo duhur. Aspekti i migrimit po besoj nuk është që na prek veç neve shqiptarëve përgjithsisht. Te na pak me ndihshëm jemi më të vogël, popullat më e vogël edhe vremi më shumë. Mirë po, unë do të isha shumë i lumtur sikur migrimi të ishte migrim në aspektin studentor ose profesional që njerëzit shkojnë jashtë, marrin përvoja të ndryshme dhe të vinë edhe të kontribuojnë mas në vendin e vet. Të marrë parasysh që përgjithësia politike në këtë vend është e barabartë me zero edhe që pushteti vazhdon me lojrat dhe abuzohet me votën edhe me dëshirën e qytetarit. Ky migrimi që po ndodh te na është një fluks që ka filluar dhe do të vazhdoj. Do të vazhdoj, po nuk besoj në shifrat e migrimit që kanë dalë edhe në vitin e kaluar, sidomos në vitin e kaluar, pasi që ne për herë të parë morëm liberalizimin e vizave dhe kishim një fluks shumë të madh qytetarëve që dolën vizitojnë familjar të afërmit ose edhe vendet që kanë pas dëshirë të vizitojnë sipas mundësive çdo secili. Kështu që po shpresojmë që pikë së pari të kemi një konstituim të kuvendit brenda muajit, edhe institucionet fillojnë me punën. Për disa që kam u pa brenda muajit, se gjasat... Dëshira dhe besimi janë momentalisht në dy pole të ndryshme të une. Dëshira të të ishte shumë e madhe, sidomos në mënyrën që të kemi të drejtohemi dikujna për pikë pari për shtrejtimin e energjisë elektrike, edhe pse besoj që kushdo që të vjen pushtet ajo do të kalojnë vesh të shordër dhe nuk do të merrem fort me atë pjesë. Po çka besoj është që nuk do të ndodhë. Nuk të ndodhë për shumë arsye, pikë së pari unë besoj që secila parti që vjen pushtet do të ballafaqohet me marrëveshjen e dëmshme të Ohrit, të cilën kishte nënshkruar ish kryeministri i kaluar Albin Kurti. Ajo është në detyrë, po e dina që detyrën e ka uzurpuar dhe nuk pëlqen për atë edhe i thamë që është ish kryeministër. Derisa se ka marrë një post të caktuar... Ai ka postin e caktuar, është deputet. Ka deputet, po, ligjërisht kryeministrisë nuk e zoton... Ligjërisht ai ka postin e uzurpuar, pra, edhe po besoj që të marrë parasysh ashtu si thash marrëveshjen e Ohrit, e cila është shumë e dëmshme për vendin tonë, nuk po e them unë, po e kanë thënë edhe oponent televizës vetvendosi vet. Asnjëna parti që nuk e ka guximin që ta marrë pushtetin deri në momentin kur ndoshta Bashkimi Evropian do të hinte si garancë që nuk do të vazhdohet me atë marrëveshje, mirë po do të kemi bisedime të reja sa i përket ndryshimit ndoshta disa pikave të asaj marrëveshjes. Derisa të ndodh kjo, ne jemi në sankcionet BE-s, BE-ja nuk është që puna përkra shumë, pra ka me shku vazhd edhe që kjo pjesë deri nashta në zgjedhjet e ardhshme, që mundet me ndodhë verës ose atë në vishtë.
Bashkë me ato lokale. Bashkë me lokale, po. Si që edhe po flitet taktisisht. Ne po shohim se seriozisht njerëzit profesionisht janë të na ikë prej këtu. Kemi pa që mbi 1000 mjek na kanë ikë prej Kosovës, një numër goxha i madh, duke ditur që jemi një vend goxha i vogël. Sa mendoni se do të ketë impakt në vendin tonë gjithë kjo ikje e njerëzve? Po sigurisht se shkakton një impakt negativ, po që është në aspektin ekonomik, sepse profesionistët ikën sepse nuk kanë parakushte dhe kushtet nevojshme të punës. Gjithashtu nuk janë edhe në aspektin financiar apo material, nuk janë të stimuluar, se pagët e qoftë shqitëse kam behat qoftë sektorin publik, sektorin privat, janë ende më të ulta, fatkeqësisht. Me marrë gjitha statistiket e vendeve të rajonit, janë pagët më të larta, profesionistëve edhe nuk kanë kushtet volitshme, edhe pasigurie ekonomike, duhet politika të qartë, nuk ka një vizion të qartë ekonomik për shembull. Po, se çka do të shkojë? S'ka. Asnjë qeveri deri me tash nuk ka një strategji kombëtare shtetërore për zhvillim ekonomik. Ka pas raste 16 vjet ka qenë copy-paste një shtetit caktuar, ka pas edhe ato nuk jetësohet edhe këtu mungon duhet me pas thjesht. Do të thotë që s'kemi standardet e atij shtetit nuk ku i kem standardet, kopimin. po duhet me pas çdo qeveri kështu sugjeru. Kjo vjen si pasojë mungesës profesionalizmëve apo si pasojë vullnetit për vullnetit politik. Vullnetit politik se çdo qeveri nëse merr për shembull qeverinë e thjeshtë e thembelën qeverinë me udhëheq në agjendë ekonomike duhet ta kesh një plan fizibilitetit ekonomik, një strategji kombëtare si zhvillohet ekonomia për në aspekt në afat mesme dhe afat gjatë, ato duhet bën nga ekspertë ndërkombëtar dhe vendor, jo në institutet e caktuar, për shembull ka Kroaci, ka disa milion mirë, po do duhet ajo kish me shërby çdo qeveri veç me vazhduar. Nivel shtetëror, mirë, po kanë premtu, po nuk e ka pas iniciativa, as nuk e kanë realizuar. Kam betë me të me shkuar. Kam betë, thjesht nuk ka një vizion të qartë si me zhvilluar. Une e dine për fshata, se e kemi partit saktuar do të rritin këto, pensionet, pagat, kajtë okej. Mirë, po do të me propos që duhet këtë rriti këtu, duhet strategji se si ta zhvillon ekonomin në sektor strategjik. Me zhvillu, si ta zvogëloj importin, si ta rriti eksportin, si ta stimuloj prodhimin e brendshme, si ta përgatitin ligjit mirë për prodhimet, si ti mbështes, si ti ndryshoj politikat fiskale, monetare, tatimore, edhe thjesht duhet tek ne varet nga disa shtylla që është zhvillimi ekonomik. Shtylla parë që varet për zhvillimi ekonomik është nga konsumi, për shembull. Thjesht nëse do të kishe paga më të lartë, do të rritet konsumi, do të rritet fuqia blerëse. Mirë, po në aspektin ekonomik më produktiv, kish me qenë që rritja ekonomike të zhvillohet bëhen nga investimet e jashtme në sektor strategjik. Ka këtu hapësirë me punu sa dush. Neve si njerëz a kemi punu me njerëz të duhur që e kishin zhvillu këtë fushë. A kemi punu me njerëz të duhur, a kemi pas njerëz të duhur në përmbledhje qeverive. Qoftë edhe kja e fundit, po edhe qeverive të kalume që kanë punu në këtë fushë, që janë mundu që mos jemi në këtë fazë ku jemi. Në aspektin ekonomik, jo nivelin e duhur. Pa gjitha, dhe me thënë, profesionistët e ekonomisë, nuk kanë qenë njerëz të duhur në vendin e duhur, për çështje ekonomike po flas, nuk kanë qenë, duhet për shembull për me qenë në aspektin ekonomik, po flas për shembull Ministritë Financave, do duhet spaku të ketë 20 vjet përvojë punës, qoftë sektorin publik, qoftë sektorin privat. Do duhet të ketë strategji ekonomike se si ta zhvillon në aspektin ekonomik. Në përgjithësi, po shefi vetë aty në çështjet brendshme është ajo, a ka dhënë hapësirë për shembull me ministrit financave o diçka tjetër. Mirë, po në aspektin ekonomik ka pas mundësi më bë më shumë, nuk është bë. Çdo qeveri edhe është kush e ka pësu qytetari, jeta e qytetarit, edhe kush e ka pësu si qoftë profesionistët, qoftë 33,
ne jemi thjesht shtet i themeluar të ndërtu këtë për çështje ekonomike as fare nuk do duhet të mendohet. Nëse kish pas një mbështetje për shembull, do të thjesht një fond i veçantë për të rritur të reja se si ti mbështes që mos ta nshon Kosovën për punësim. Jo të punësohen njerëz me vija politike, gjithashtu në sektorin privat për shembull unë e ceki shpesh që kontrata kolektive është kushtetut për punëtorët, sektorin privat. Ato veç i kanë nënshkruar disa herë, kur nuk e kanë implementuar. Aty ka sektorin pagën sa do të me pas, me ligj të mbrojtur pagën, gjithashtu është e caktuar shpenzimi të udhëtimit, shujtë, gjitha beneficiarit. Pastaj një handicap shumë i madh që do të shkonte shumë për shtatin e partive të majtësive të vendosje me bë ato gjëra, po nuk i kanë bërë për 4 vjet. Them, kjo do të shkonte shumë për shtative të vendosjes si parti e majtë, se llogaritet pak a shumë si politikë sociale, apo. Po që ajo thatë pak më herët llogaritet si politikë sociale. Plan programin vendosjes gjitha këto fusha i kanë të cekura. Jo, ata gojnë plot e kanë pas shumë. Zbatume këto. Ata gojnë plot me premtime kanë pas edhe me premtime të cilat në fund vetëm mboshe. Du më ndërlidh pak më herët që tha parafolsi, puna e njerëzve me përvojë, tha që për shembull në aspektin ekonomik na duhen. Nëse ta kesh të përfunduar fal. Ku thash për kontratën kolektive. Ajo nëse është jetësuar, ajo është sektori privat është arteri i zhvillimit ekonomik, faktikisht kishë përfitu sektori privat, dhe fuqia punëtore be është gati 300.000 punësuar për afërsisht në sektorin privat. Edhe kishin përfitu të gjithë, kishë qenë një infuzion shumë i fuqishëm. Gjithashtu, kishë duke menduar që ta ceki ligjin për shërbime, ligjin për shërbime shëndetësore. Thjesht për sigurime shëndetësore. Kjo është alfa omega për një stabilitet ekonomik. Sepse, sukur në perëndim, kjo nuk është një kosto e lartë, si mas një kosto studimit të fizibilitetit kësaj çështje, dikun 200 milionerë kishme qenë kosto me implementu për sigurimet shëndetësore. Që kosto që nuk është e papërballueshme. Faktikisht, gjitha kategoritë kishin pas një benefit, sepse shëndeti është numër 1. Shëndeti, arsimimi, ekonomia, që është e tjera mirë, por shëndeti është numër 1. Edhe pse me ekonomisë pastaj për numër 1 shëndeti. Na kemi një problem me imbulu këto kostot e sigurimeve shëndetësore, për shembull na momentalisht e kena një kompani e cila ka vetëm 2 punëtorë, edhe është kompania e tit me përfitimet më të mëdha në vend, noja, energji. Që madje nuk e ka edhe një adresë. Edhe nuk ka adresë vetëm personale. Pra, na po shihet që pushtetet me radhë të cilat po vinë janë të abuzuar me vendin, janë të abuzuar me paranë publike, me interesat shtetërore, edhe është përkeqardhje. Sidomos partia e fundit e cila ishte në pushtet, që erdhi me gojën plot kundër korrupsionit, kundër nepotizmit, e që faktikisht vazhduan veç ma ketë se këta, kur ma shumë nuk kemi pas nepotizm, kur ma shumë nuk kemi pas korrupcion, kur ma shumë nuk kemi pas njerëz të punësuar në kek si kur herën e kalume, kur ma shumë nuk kemi pas aferat, tash e kishim brëm edhe aferat e ministrit Peci, të cilat skandalet të cilat po vinë çdo ditë edhe të publiku ma shumë. Pra, këto janë... Që vazhdon të jetë një ndër të votuarit në lëvizje. Edhe kur ta llogaritsh është i treti ose i katërti me vota më shumë ti. Pra, një pjesë të fajit e kemi edhe na qytetarë të cilët tash e 25 vite edhe me ndrimin e gjeneratave nuk po arrim që të votojmë njerëzit e duhur ose të zgjedhim njerëzit e duhur për pozitat e duhura ose të caktuara. Nuk po them që populli të jetë baza ku do zgjidhet një ministër ose një ministre e caktuar, po në një farë mënyrë të kemi kujdes kënd po e votojmë, kënd po e çojmë në vendin më të madh, në vend që është kuvendi i Kosovës, pra dera më e madhe e shtetit, baza themelore e shtetit, kuvendi i Kosovës. Po shpresoj që me shku në zgjedhje edhe popullata mi thirr mendjes me dalë sa më masovikisht në zgjedhje, po komplet
këtë legjistraturë që është në Kuvendin e Kosovës mi dënu me votat e tyre në mënyrë që përfaqësuesit e ri të popullit nesër kur vinë në ato karrike me kam pak më Profesora, a pret që ka me pas kaq daljet një numrit njerëzve në këto zgjedhje, pasi që jemi lodh, kemi edhe një parë zgjedhje tjera lokale, edhe një herë me pas këto, mrena kaq periudhë shkurt kohore, brenda një viti 3 parë zgjedhje, tash bëshme llogarit. Përvoja na ka mësuar që tash hera parë që patëm në pushtet një parti që qeni mandat deri në fund. Ishte vetëvendosja, edhe fati të nëveshte që ishin të vetëm, edhe nuk ishin koalicion, se po të ishte një parti tjetër në koalicion, besoj që shumë herët do t'i kishim zgjedhjet. Kjo është një prej arsyeve pse Albin Kurti nuk don të jetë në bashkëpunim me partitë e tjera ose të ketë koalicione. Se sa është e lodhshme për popullatën, sa mundet me kanë masa në daljen në zgjedhje, po besoj që e lodhshme është tepër, po do të ishte ndoshta pika e fundit kur popullata duhet të thirrët e mendjes ose të dilte masovikisht në zgjedhje, funditës ta votojnë këndo, po vetëm këta që kena në këtë legjistraturë mos t'jenë më deputet. Një pjesë e madhe të në mos t'jenë më deputet persona të cilët nuk mund të bëjnë asnjë lëvizje pa urdhërin e kryetarit partisë, pa urdhërin e shefit tyre. Pra, kemi deputet njerëz të cilët në fund ditës do ta kishin ndërgjegjen e tyre ose do të punojshin edhe me ndërgjegjen e tyre në favor të shtetit e jo vetëm në favor të partisë. Në fund ditës nuk luan shumë rol a ki një vot më shumë ama pak në zgjedhjet e ardhshme. Luan rol se çka ke bë për vendin. Edhe historia komplet këta njerëz një ditë kam i gjyku. Edhe po harrojnë këta që nuk përfundon me këta. As nuk ka filluar me këta, po do të përfundojmë me gjeneratat e ardhshme. E gjeneratat e ardhshme, na nuk jemi të punu për gjeneratat e ardhshme. Gjeneratat e ardhshme, gjenerata janë për shembull ende vazhdon të ketë problemet të cilat kanë mbet nga gjenerata e zotëria Kupit që është përballë me që është më i vjetër son me Serbinë. Pra, këto gjana po mesin trashëgim edhe nuk po zgjidhen. Edhe është shumë keq nëse na vazhdojna me lanë hendeke kaq të mëdha për gjeneratat që vinë brapa. Vërtet, zoti Pellaçi, a mendoni se nëse ka një parti që ka më pak vota, po që ka më pak vota në Kuvendin e Kosovës, a besoni se do t'i çonte më shumë çështje përpara, sesa kjo që i ka votat edhe siç tha edhe Visari që vendos dikush se kujt për cilat çështje ka me votu? Vendos dhe jona. Unë mendoj se mendoj që populli ju ka caktuar çdo parti e vendin. Asnjë partisë nuk ka dhënë shumicën që ta formojnë. Andaj do duhet populli ka caktuar vendin se cilës parti që të bashkëpunojë të bëjë koalicionet sinqertë të mendojnë për popullin, edhe marrëveshjet të cilat do duhet të nënshkruhen, do duhet zbatohen. Mënyrë përpjekshme, qenë serioz, ta zbatojnë agjendën për hir të popullit. Të kemi kujdes sa çka po nënshkruajmë. Po sigurisht të kemi kujdes edhe të harmonizojnë programet. Mendojnë më shumë për shumia që për koalicione apo? Po. Edhe shumia që s'kan fituar askush shumicën, sepse tek ne faktikisht nëse merr shumicën do duhet i ki gjitha votat, do prit premtimet për çmëritë të cilët i ka populli duhet më realizu. A ki kodra më realizu. Njerëz të adekuate ke qetë për shembull në vende të caktuar. Jo një militant e partive, pse është militant e partijës për çështje ekonomike, për çështje shëndetësore, për çështje politike, për çështje juridike, të caktuar një që nuk ka përvojën e duhur. Nuk ka përvojën, nuk ka bagazhin për shembull profesional, përgatitje shkollore, profesionale ato. Pse është i partijës ose militant, pse pson populli, po edhe vetë psonaj. Kishë ndash më mirë mos më vënu sa më shpejt më themelu institucionet edhe ato të lëndarës pushtetit. Ashtu sa ki marrë përqindje duhet bashkërisht, jo mi marrë gjitha postet kryesore një parti ose kutadione, edhe të mirën vesh, sepse gjithë jemi për një e kemi një gjunë, një fe, një kom, një adhej, edhe vetëm duhet ta kenë parasysh, vetëm duhet mendojnë, përpasi duhet mendojnë për familjet e veta, për gjeneratët tashmetar, duhet mendojnë që gjakun e dëshmorëve janë duke shkelur. Me këto gjakun e dëshmorëve janë duke shkelur,
edhe të viktime që janë duke shkelur, sepse shumë gjaku derë për këtë vend, për këtë popull. Do t'i vëllata, përmende marrëveshjet, përmende marrëveshjet edhe kësari në i rigujtej ato. Ne kemi një marrëveshje të orit ku në bazë të kësaj marrëveshje edhe rryma për pjesën veriore të veriut është një lehtësim për ta, një diskriminim në mes njerëzve të cilët jetojmë në këtë vend, pra një pjesë pagun një kosto goxha të lartë të rrymës, ndërkaq pjesa tjetër nuk përfshihet në këto pagesa. Duhet fillimisht të mendojmë sa i përket gjitha çështjeve që janë nënshkruar. Ajo është marrëveshje, është nënshkruar me ndërkombëtarët dhe ajo është diskriminim nëse minoriteti serb në këtë rast që është edhe operatori elektroservere që ka licencuar zëreja në këtë rast do duhet sikur çdo operator tjetër edhe qytetarët e komunitetit serb do duhet të paguajnë rrymen ashtu si çdo qytetar i Kosovës. Ata janë qytetarë brenda Kosovës, nuk ka në asnjë vend të Evropës pas të botës që nuk e paguajnë rrymen. Rryma është obligim, është shpenzim, edhe është thjesht nuk i ka bisedon të mene as me ndërkombëtar nëse nuk e paguajnë një minoritet rrymen. Ose nuk i ka për shembull kartë identitetit, letërnjoftimin ato regjistrimit e veturëve të gjitha ato. Kjo është më elementare. Rryma është aset e pas bukës së llojit, që është domosdoshmë, është civilizim, është obligim që duhet me paguë, jo që 24-5 vite që nuk e kanë pagu fare rrymen, e thjesht 48 milion euro dikon që i kena pagu ne gjithë qytetarët tjerë Kosovës për ata pas luftës, edhe në gjykatat, si mas informatet që kom, edhe i kanë fitu lanën, që kanë bërë ankesë, është në gjykatë komercialit Kosovës, që du të mos batu me ju këtu qytetarëve të Kosovës, ato mjetët të cilët i kemi pagu ne gjithë ato, që mi kompensu ato, heziton në gjykata komerciale e Kosovës, unë e di që është e themeluar rishtë, se i mungon përvoja, profesionalizme, për ato mjetët qytetarët Kosovës, që i kanë paguar minoritetit serb, ato do duhet kthehet edhe të zbatohet, do duhet gjetë mekanizma zbatos. Në gjitha aspektet nuk mjafton vetëm ligjet me pas mira, por duhet gjetë mekanizma zbatos. Në këtë rast do duhet të paguajnë që të rrymen, edhe do duhet të zëreja në këtë rast se e ka licencuar, që e ka dhënë licencën duhet të monitoroj, nëse nuk i plotëson kriteret ligjore fare, do duhet merr me politikë, do duhet të ketë trysni politike nga askush, qoftë vendore, qoftë ndërkombëtar, do duhet të kryej. Zëreja është e themeluar, e pavarur edhe është i përgjigjshë Kuvendit të Kosovës, nuk është agjencione, është rregullator. Andaj do duhet i raporton Kuvendit të Kosovës, mirë po vetë terminologjia zyra rregullatorit të energjisë është për me rregullu çmimet, jo me caktu çmimet. Ne kanë kuptuar gabimisht rregullimin, e kanë kuptuar si shtrejtim të energjisë elektrike. Aty zëreja nuk ka as jo në Kosovë, po nuk ka në asnjë vend të Evropës, të cilët i cakton çmimet. Ne jemi përcaktuar për ekonominë të ligë tregut, as nuk i cakton, po do duhet zëreja për shkakun këtë rast i cakton çmimet të larta apo të ulta, jo me caktuar në mënyrë fikse apo administrative, sikur 16%. Kjo është jashtëligjshme është kjo. Thjesht jo pse i ka frymë shpenzimet në X operator këtë rast keci, edhe ta kompenzon ato për hir, ato është normale që e frynë ajo mirë, po aty do duhet veproj sipas kostës direkte të çmimit caktuar, edhe sipas rajonit. Në momentin se s'është sipas kostës direkte, edhe sipas rajonit janë jashtëligjshëm, nuk janë çmime konkurruese, nuk janë çmime tregu, po mbi tregun. Në këtë rast që ka vështirësuar gjitha proceset ekonomike, sepse ka vështirësuar zinxhirin furnizues në gjitha çmimet elementare bazike, të cilët nuk mund fizikisht jetojë asnjë individ, asnjë familje. Disa përfund e përmenëm çështjen e marrëveshjes së orit. Disa prej pikave të marrëveshjes së orit, nuk i kemi ditë një prej tyre dhe kjo e shtrejtimit të rrymës që na doli befasi. A ka qenë kjo një taktikë e lëvizjes së vendosje që të dalin në pa të gjitha këto marrëveshje pikërisht në kohën kur u kryen zgjedhjet? Nuk besoj që do të ishte taktikë e lëvizjes vetëvendosje të marrë parasysh egon e tyre personale si parti, që dalin marrëveshjet në Ata çdo herë kanë kundërshtuar marrëveshjet që kanë
pasur të bëjmë me grinjën e vendit, kur kanë thënë që nuk bën mi favorizue gjëra tjera? Unë thashë më herët që oponent televizit vetëvendosje vetë kanë tregu që kjo marrëveshje e Ohrit është një marrëveshje e dëmshme. Ju thatë edhe shumë mirë që në shumicën e pikave nuk është që dimi një shablon të përgjithshëm se kush do ta njehkon edhe si do të përfundoj marrëveshja me asociacionin e tjerë. Nuk besoj që ndonjë parti, në këtë rast të lëvizjeve të vendosur, do të kishte dëshirë që në fund të dilnin këto lapsuzet e tyre të cilat i kanë bë gjatë rrugtimit 4 vjeçar. Ndoshta ka dalë edhe pa dëshirën e tyre, ndoshta ka dalë edhe pa hiri, po nëse ata definitivisht nuk e dojnë pushtetin dhe vazhdojnë me qitë skandalet e tyre çdo ditë nëpër media, është mirë me lëshu rrugë edhe me i thonë të tjerëve që okej, ne kemi bërë gabime për 4 vjet, dojmë reformu partinë, dojmë reformu ideologjinë tonë, bërëm të vjen dikush tjetër të vazhdon me udhëheqjen e vendit, na kishim gabime edhe për 20 vitet e kalume në pushtet me partitë e tjera, po definitivisht jeta e qytetarëve shkon jetë më e mirë. Unë e kuptoj inflacionin si term, po nuk e kuptoj në aspektin ekonomik. Mirë po nëse kemi një inflacion kaq të madh, po besoj që pushteti do të ishte krah qytetarit e jo kundër qytetarit. Ne kemi për shembull ZRE-n si zyra rregullimit të për energjinë elektrike. Ata i kemi kundër qytetarëve. Nuk e di ata për veten e vet çu jetojnë. Ata çdo herë nuk janë në pro ose në favor të qytetarit të Republikës, po vendimet e tyre janë gjithmonë kundër qytetarit të Republikës Kosovës. Prandaj po besoj që nëse këta vazhdojnë me publikimin e skandaleve përmes të tjerëve, është mirë komplet me lëshu rrugën edhe me armë pushtet dikush tjetër i cili ka nashta më pak vota, po ka më shumë dëshirë dhe vullnet me punu me vendin. Ndërumi, faleminderit shumë që erdhët në Infodesë për shkak të kohës, ne duhet me ndërprej intervistën, e di që kemi shumë çështje për të elaboruar, i falenderoj shumë. Nësi, faleminderit. Ndërua shikues të Infodesë, kaq kishim edhe për sonte deri në emisionin e radhës, mirëmbëjtje.